do të jetë një tjetër disiplinë sportive, është gjimnastika. Unë kam kënaqësinë të ftoj ish gjimnastin e Vllaznisë dhe antarin e kryesisë së Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, profesor Benjamin Nakon, në nduar trokitjet tuaja, i cili sigurisht do t'jap vlerësime për një talent të ri, por me shumë të ardhme në sportin e gjimnastikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Gjatë këtij viti ka sfikatur me performancat e saj, teksa është edhe pjesëmarrëse në disa aktivitete ndërkombëtare duke lartësuar flamurin kuqezi. Amatja Dhëshi. Mirë mbrëma gjithëve. Por përsëri se dhunë shumë emocion. Shumë titoj kampion. Shumë rekordmen. Shumë përfaqësues jo vetëm të Vllaznisë, por të Shqipërisë. Mu më caktun me dhënë diplomen, talentit, apo më mirë me thonë super talentit gjimnastikë shqiptare. Amatja ka fillu sportin para 2 vitesh. Ka zhvillu 7 aktivitete, nga të cilat 4 kombëtare dhe 3 aktivitete ndërkombëtare. Në të gjitha aktivitetet, ajo ka shpreh potencialin e saj dhe vlerësimet maksimale të specialistave jo vetëm shqiptar, por dhe të huaj për talentin dhe perspektivën që kjo vajzë paraqet. Unë i uroj shumë sukses Amatjas, kam besim dhe bindje që kjo vajzë do të na përfaqësojnë desisht, Vllazni nuk bëhet fjalë për Shqipërinë në aktivitete shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Uroj të gjithë pjesëmarrësit, veçanërisht ato sportistë që për shumë vite kanë darë djerës, kanë çuar lart emrin e Shkodrës, të Vllaznisë dhe të Shqipërisë. Unë ju uroj suksese dhe për shumë vjet festat, dhe mirëpafshim festat tjera. Mirëmbrëma. Në fillim dua të falenderoj presidentin Leonard Lulaj, mësuesin Izmirin, mësuesin Shpresën dhe mësuesin tjetër Latif Kashi. Gjithashtu dua të falenderoj edhe familjen për mbështetjen. Kur të rritem, dëshiroj që të përfaqësoj Shqipërinë nëpër botë. Besoj meriton duar trokitjen të vazhdoj për Amatjen. Dhe është kaq bukur kur sheh që talentet e reja premtojnë që t'i sjellin trofe Shkodrës dhe ta lartësojnë emrin e saj dhe të Shqipërisë.